Të martën i është dhënë lamtumira e fundit profesor doktor Agim Minxhozit, i cili u nda nga jeta në moshën 77 vjeçare. Ai ishte një prej figurave të spikatura të shkencës shqiptare dhe një emër i respektuar në fushën e fizikës, por që nuk e harroi kurrë vendlindjen e të parëve të tij, Matin, për të cilin kontribuoi jo pak. Në vitet 2000, si sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, ai loboi fort për të sjellë në Burrel shkollën e mesme pedagogjike. Agim Minxhozi u lind në vitin 1948 dhe gjatë të gjithë jetës së tij ju përkushtua kërkimit shkencor dhe arsimit universitar. Ai ishte një fizikan dhe studiues i njohur, i cili kontribuoi ndjeshëm në zhvillimin e shkencave fizike në Shqipëri. Gjatë karrierës së tij, Minxhozi mbajti role të rëndësishme në komunitetin shkencor. Ai shërbeu si president i Shoqatës Shqiptare të Fizikës, ku përfaqësoi dhe mbështeti interesat e fizikantëve në vend. Po ashtu ai ishte kërkues shkencor pranë Institutit të Fizikës Bërthamore në Tiranë, duke dhënë kontribut në studime dhe projekte të rëndësishme në këtë fushë. Në fushën akademike, Minxhozi dha mësim në Universitetin e Tiranës në Departamentin e Fizikës pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Ai ligjëroi lëndë të ndryshme përfshirë fizikën e gjendjes së ngurtë, duke ndikuar në formimin e brezave të rinj të studentëve dhe studiuesve, ndërsa vitet e fundit të karrierës profesionale i mbylli në Mat si rektor i Shkollës së Lartë Jo Publike Nëna Mbretëresh Geraldine Burrell, ku ushqua për përkushtimin në ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe për zhvillimin akademik të institucionit. Agim Minxhozi do të kujtohet si një profesionist i përkushtuar, me integritet të lartë dhe një kontribut të vyer në zhvillimin e shkencës shqiptare. Humbja e tij lë një boshllëk të ndjeshëm në komunitetin akademik dhe shkencor në vend, ndërsa Mati dhe matianët do ta përkujtojnë atë si një figurë të nderuar që i dha vlera arsimit dhe nuk reshti së kontribuari për zhvillimin akademik të kësaj treve.